përveç tek pluri i shtëpisë. E kemi pas një rast, pasi po të diskutojmë, kam qenë specializant në atë kohë, edhe ka qenë një djalë i cili ka qenë me shoqëri në Shqipëri, në Bregdet, edhe jo nisë për mu kthy në Kosovë. Rrugës kam dalu me një restoran në Bregdet i Durrës edhe kanë konsumu ushqime të detit. Ai djali kish konsumu fruta të detit, kakaleca, gafore, këto që. Edhe ai ka qenë diagnostikum me alergji në plur të shtëpisë. Në momentin që e kanë kryer ushqimin, kanë hyrë në makinë dhe nisë për Kosovë. Ka qenë ftoft, edhe ai personi i ka thonë atij shokut ti, a ke ndonjë batanie me ma jep për mu mbulu. Ai kish pas një batanie në bagazh, po ajo batanie ka qëndru për kohë gjatë aty në bagazh, saqë është kontaminu shumë me pluhur. Ai është mbulu, edhe pas pak minutave, nëse nuk e di saktë se kom harru sa minuta kanë qenë, ka fillu me njerë me pret një skuqe, një kruarje trupit, edhe është shoqëru edhe me një reakcion, apendafik është fuqishëm anafilaktik, sa që janë detyru mund me ndalu diku në fshatat e Shqipërisë rrugës që janë për Kosovë, me kërku ndihmë urgjente në një qendër shëndetësore për shkak të reakcionit fuqishëm anafilaktik. Edhe kur ka ardhur në Kosovë, ka ardhur direkt tek ne në spital, në Çekukë, edhe është hospitalizuar. Kështu që pacientët që vujnë prej alergjive në plur shtëpisë nuk sugjerohet të përdoren ushqimet frutat e detit.